Në mbrëmjen e takimit të brezave në Kallarat është promovuar edhe libri Historiku Kallaratit, një vepër e sjell nga një grup pune intelektualësh në drejtimin e profesor Amime Mushajt. Libri pasqyron historinë e Kallaratit që nga momentet e para të dokumentimit të tij si fshat, duke sjellë në vëmendje vendbanimin e ershëm, historinë e fshatit të djegur nga grekët dhe zhvendosjen e banorëve në vendbanimin ku ndodhet sot Kallarati. Në të trajtohen gjithashtu krijimi i kooperativave, jeta e banorëve, traditat, folklori dhe zhvillimet ndër vite. Promovimi i librit u vlerësua si një moment i rëndësishëm për ruajtjen dhe përcjelljen e historisë së fshatit nga një brez te tjetri. Ndërkohë autorët dhe grupi i punës kanë paremruar se së shpejti pritet të publikohet edhe një libër i veçantë kushtuar folklorit të Kallaratit, duke pasuruar më tej dokumentimin e trashëgimisë kulturore. Takimi i brezave është kthyer tashmë në një aktivitet të përvitshëm në Kallarat. Ai organizohet nga shoqata, e cila përbën një nga strukturat kryesore vullnetare që punon për bashkimin e banorëve të fshatit, por edhe promovimin dhe ruajtjen e vlerave kulturore e historike të Kallaratit. Historiku Kallaratit fillon që nga momenti i parë që Kallarati njihet, që në 1432 që është gjetur për herë të parë fshat Kallarat, vendosi aty në fshatin Kunjov, i cili masi ka rënë kolera atje dhe këtë tjerë, është larguar nga aty dhe është vendosur në Pelingri, që është pjesa fshati i djegur që i themi ne sot. Në fshati i djegur, masi është vendosur aty në 1414, është djegur fshati nga andatët grek dhe ka zbytur poshtë dhe jemi në fshatin që jemi sot. Kjo është historiku pak a shumë. Mas kësaj pastaj vijnë etapat e luftës siç thash, 14-a, 20-a, luta nacionale shqiptare dhe vitet e socializmit. Komplet krijimi i kooperativës, si u bë, domethënë si u bashkuan njerëzit, domethënë e përkrahën bashkimin në kooperativë dhe jeta që u bë, përveç këtyre është përfshirë edhe folklori i fshatit Kallaratit që është ndër vite, domethënë nga momentet e para këngët që cilat janë ruajtur edhe janë shkruar. Të një pjesë historiku dhe ndërkohë mbas kësaj jemi edhe për të bërë dhe një libër tjetër për folklorin e Kallaratit, i cili do të botohet më vete në një etapë të dytë. Konde organizojmë takimin e brezave në ndërtimin e shoqatës adhetare kulturore Kallarati. Është një event që zhvillohet çdo vit. Shoqata Kallarati është krijuar në 2003 dhe nga 2003 deri më sot në çdo vit ose një herë në 2 vjet ne bëjmë takimin e brezave. Vetë situata mbas viteve 90 bëri që çdo fshat i Laborisë të organizohet në shoqata. Dhe mund të them që organizimi i shoqatave janë të vetmet struktura vullnetare që organizojnë takimin e brezave, por njëkohësisht promovojnë të gjitha vlerat historike, kulturore të fshatit. Dhe në këtë takim brezash, siç shikoni edhe sot, ka shumë njerëz të ardhur, jo vetëm banorë të vendas këtu, por të ardhur nga Vlora, nga Fieri, nga Durrësi, nga Tirana, po kemi edhe emigrant Kallaratës që janë në Itali, në Greqi, në Angli, ndoshta edhe nga Amerika. Dhe në këtë datë që ne kemi publikuar kohë para që është fillim të vitit, të gjithë kanë planifikuar që pushimet t'i bëjnë pikërisht në këtë kohë që të kenë mundësinë për të ardhur në Kallarat. Shoqata e Kallaratit ka një moto, ec nga do Kallarati mos e harro. Dhe pikërisht duke bërë këtë takim brezash një herë në vit, ne bëjmë që brezi i ri të mos harrojë jo vetëm vendlindjen kush ka lindur këtu, po sidomos origjinën. Banorë të fshatit të moshuar, por edhe pjesëtar të brezave të ndryshëm, e kanë vlerësuar takimin e brezave si një mundësi të rëndësishme për të ribashkuar, për të kujtuar të kaluarën dhe për të folur për historinë, traditat dhe kulturën e vendlindjes. Të moshuarit kanë përcjellë një mesazh për brezat e rinj, të mos e harrojnë fshatin, historinë dhe rrënjët e tyre, duke i ruajtur dhe përcjell ato brez pas brezi. Falenderoj të gjithë ardhësit për këtë festën e Kallaratit, nga ato që janë, unë kam qenë i pari që kam kontribuar për të fshat, edhe deri sa të vdes, jam gati që të vënd lindjen time mos ta lë. Këshilloj dhe të rinjve që të marrën udhëzimet e neve të moshatarve, që fshatit mos harrohet. Këtu kënaqem domethënë që ja ka qenë me rrepe, të mbjellur me ujë i paçmuar, edhe quaj vendi Morze. Jam i kënaqur për veten time, edhe u falenderoj dhe fëmijët e mi që vinë nga mbrapa. Si duket atmosfera?
kur shikon kaq të rinj dhe kaq njerëz? Kënaqem domethënë, jam i nderuar që më vjen dhe fëmija nga mrapa. Edhe na i të rit duhet të kontribojnë për fshatin, për vendlindjen e tyre e prindërve të tyre. E kam dëshirë të them 2 fjalë për fshatin tonë të bukur, se si vjet ka bërë dhe shumë ndryshime, sidomos për historikun e fshatit, që ka përgatitur aq mirë zoti akademik Rami Memushi, që jemi shumë dhe me thënë krenar për të. Sot ai nuk merr pjesë këtu, janë vëllezërit e tij, edhe fshati jonë ka bërë shumë ndryshime, sidomos për rrugën që bëri është merit e kryeministrit Edi Rama, domosdo, po dhe puna që ka bërë gjithë populli shqiptar. Edhe ka që kam urimet, na koha që kemi qërë, kemi bërë shumë ndryshime dhe jam shumë e gëzuar. Është ere e tretë që vi, e këmë largësia nga ka penguar që të vim vit për vit. Që do qotë për ne është kënaqësi, e këmë jemi rritu këtu, kur beti na detyroj që të largohemi, edhe mezi e presim të takohemi me të gjithë, të njohur, të panjohur. Vini shpesh? Shumë jo, për arsye të qenit largë. Po, tash këto vitet e fundit e unë kam ardhur. Në radhë parë ju falenderojmë që keni ardhur në fshatin tonë. Më bëhet qefi se pronari ju është dhe miku im. Unë jam biri i fshatit, banoj në Vlorë dhe vim me rase. Na bëhet qefi që shohim njerëz që e popullojnë për pak kohë të shkurtër fshatin, njehen me njëri tjetrin, dhe është një gjë e mirë. Gjithashtu juve ju falenderoj si gazetar, ju ndjek, e ndjek vazhdimisht 6 jeshtë në të gjitha eventet, lajme në çdo gjë, dhe më bëhet qefi. Fshati Kallarat është fshat me tradita, dhe takimi brezave bëhet i përrishëm. Neve kemi një tradit shumë të mirë dhe kemi një marrëdhënie shumë të mirë të gjithë populli i Kallaratit. Ne punojmë gjatë gjithë kohës për këtë ditë sot, dhe sot të kënaqemi të festojmë të gjithë. Unë jam mbes këtu në Kallarat, kam qenë dhe herë të tjera, në festin e fshatit është hera e parë që vim. Kemi ardhur dhe me miq të huaj, që t'ju prezantojmë fshatin, zakonet, festat si festojmë, edhe shpresoj të kënaqemi. Nuk e kemi, më të jemi njohur vetëm nga çfarë kemi parë nga familjar, video, nuk e kemi përjetuar vetë asnjëherë, sot për herë të parë, shpresojmë të kënaqemi. Deri tani jemi, domethënë, shumë të impresionuar, me përshtypje shumë të mira. Me origjinë nga Kallarati. Banojmë në Penkovë, në Vlorë. Jemi një fish rreth 30-40 shtëpi, pati. Këtu kemi njerëzit tanë, bashkëtarët, dhe ndjemi i krenar dhe kënaqemi me këtë organizim kaq mirë. Edhe ky të vazhdojë të jetojë gjithmonë kështu inshallah. Jemi shumë të kënaqur.